është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare në shtëpinë e tij në Durrës, në qytetin ku ka kaluar gati 5 dekada të jetës së fundit. Muha Aslani, ish antar i byros politike të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë. Ceremonia martore për përcjelljen e tij për në banesën e fundit është bërë ditën e sotme. I lindur në vitin 1937 në Bërdiç, të rrethit të Shkodrës, në një familje të varfër, por tepër patriotike, Aslani në vitin 1953 mbaroi shkollën 7 vjeçare në fshatin e lindjes. Pas kësaj shkon në shkollën e mesme bujqësore në Lushnjë, por bën vetëm një vit dhe ndërpret mësimet për të rikthyer në shtëpi. Pasi mbaron teknikumin bujqësor në Shkodër në vitin 58, në vitin 1961 fillon institutin bujqësor dhe mbaron në vitin 1964. Ka mbaruar shkollën e partisë me korrespondencë në vitin 1968. Në nëndor të vitit 1971, pikërisht në kongresin e 6 të partisë, ai është zgjedhur direkt antar i Komitetit Qendror të partisë, pa kaluar fazën e kandidatit. Ndërkohë kryente edhe detyrët e sekretarit të Komitetit të Partisë Shkodrës, ku sekretari i parë ishte Prokop Murra. Ndërkohë kryente edhe detyrën e sekretarit të Komitetit të Partisë në Shkodër, ku sekretari i parë ishte Prokop Murra. Me 3 janar të vitit 74, emërohet sekretari i parë i Komitetit të Partisë të rrethit të Matit. Nuk do të vënonte shumë dhe në korrik të po atij viti u emërua me detyrën e sekretarit e parë në rrethin e Kuksit. Në maj të vitit 1976 u emërua zëvendës ministër bujqësie. Në mars të vitit 79 emërohet sekretari i parë i Komitetit të Partisë Burrerit. Ka qenë sekretari i parë në Shkodër. Në nëndor të vitit 1981, pikërisht në kongresin e 8 partisë, bëhet antar i byros politike të Komitetit Qendror. Më pas, duke qenë antar i byros politike, emërohet sërish sekretari i parë në Durrës. U shkarkua në vitin 1991 nga byroja politike e drejtuar nga Ramiz Alia. Muha Aslani ishte eksponenti i fundit i periudhës së komunizmit, që votua edhe pas viteve 90 me vota demokratike në Durrës për në Këshillin Bashkiak të qytetit.